Përshëndetje miq, mirë se erdhet në kanalin tim. Sot do t'ju tregoj se si të pastrojmë enet me disa përbërës natyral që të gjithë i kemi në shtëpi dhe janë me një kosto shumë të ulët. Ju lutem vazhdoni të shikoni videon deri në fund. Këtu i kemi gjygymat e pa pastruar. Tani do të fillojmë që t'i pastrojmë. Do t'i hedhim sodë buke, bikarbone. Do t'i hedhim edhe limon. Soda e bukës dhe limoni janë një kombinim vërtet i mrekullueshëm për pastrimin e eneve. Ta shikoni në fund se sa mirë do të pastrohen gjygymat e çajit. Me të vërtet, këta përbërës bëjnë mrekulli në enë. Nëse jeni shikues të rinj në kanalin tim, ju lutem më suportoni me një subscribe, mbështetja juaj do të thotë shumë për mua. Si që e kemi pastruar nga brenda, tani do të vazhdojmë që t'i pastrojmë dhe nga jashtë. Shikoni se si janë pastruar shumë mirë, nga brenda dhe nga jashtë. Me të vërtetë këta përbërës janë shumë të mirë për pastrim. Si dhe gëlqera që formohet nga uji brenda është larguar. Tani do t'i kërkoj edhe një herë me pastë të dhëmbësh, që do t'ja jep një shkëlqim të mrekullueshëm. Tani do ta pastrojmë dhe gjygymin e vogël, sepse aty nxihet më shumë ku qëndron çaji. E shikoni më në fund se sa mirë janë ndarë gjygymat. Tani fillojmë që ta pastrojmë fërtirën. Në këtë fërtirë do ta pastroj vetëm me një përbërës, ajo është pasta e dhëmbëve. Mund të jetë çfarëdo paste, s'ka nevojë të jetë ndonjë e veçantë. Do ta pastroj shumë mirë.
Dhe shikoni si që është pastruar shumë mirë. Tani fillojmë që ta pastrojmë kapakin, por në një mënyrë ku do ta shmontoj sharafin e vogël dhe do të largoj vegëzën e kapakut në mënyrë për ta pastruar dhe nga brenda. Ne do të fillojmë që t'ja vendosim përsëri vegëzën kapakit, pasi që e kemi pastruar mirë. Shpresoj që sadopak ju kem ndihmuar me këto video dhe me këto këshilla. Tani do të fillojmë që ta pastrojmë dhe këtë pjesën këtu të kuzhinës. Këtu do ta pastrojmë me domostos, sepse edhe domostosi vërtet është një pastrues shumë i mirë, vetëm se ka pak aromën më të fortë që mundet na pengojë. Si që shihni në video, domostosi ka filluar menjëherë që të reagoj që t'i largoj njollat në ngjyrë të verdhë.